Unë nuk votova Trumpin se para isha në Greqi dhe e dyta, edhe sikur të isha në SBA, përsëri nuk do votoja se është çështje bindjesh. Pra kjo është demokracia, kur ti voton i lirë, sado që humbjen e sheh përpara, por duhet mësojmë të jetojmë edhe si të humbur, sepse të gjithë duam larmitetin e bindjeve, dikush i humbur e dikush i fituar. Sepse po të mendojmë ndryshe se humbjen nuk e duam kurrë, atëherë kemi rënë në grackën e autoritarizmit. Në këtë analizë të shkurtër duhet sqaroj se kur votoj në SBA, së pari mendoj si shqiptar që vë interesat e kombit tim mbi gjithçka. Pyetja lind, po bashkëkombasit e mia e bëjnë apo janë interesat të tjera që duhet shohin më përpara? Për shembull, të gjithë duam rritjen e ekonomisë amerikane sepse rrit mirëqenien tonë, pra të familjeve tona shqiptare që jetojnë në SBA. Me qenë sinqert, në gjithë këto vite që jam në SBA kam përjetuar ndërimin e 3 presidentëve, Obama, Trump dhe Biden, por nuk kam parë asnjë dallim se njëri nga këta rriti dukshëm mirëqenien tonë. E them këtë tek popullata e thjesht ku bëj pjesë edhe unë. Ndoshta biznesmenët shqiptarë në SBA kanë qëndrime të tjera dhe e shohin ndryshe interesin e tyre kur vjen një president i ri. Ajo që dua të them është se interesat tona të brendshme nuk janë shumë të dukshme dhe nuk luajnë as pak në kandarin ton të mirëqenies, por ajo që më shqetëson është çfarë linje do ndjek administrata e re amerikane në politikën e jashtme, sidomos me kombin tim që jeton në 3 shtete të rajonit më të nxehtë, cila akoma nuk i ka shuar problemet që fqinjët tanë gjithmonë na kanë lënduar, duke na vrarë identitetin ton autokton. Shikoj që Trump nuk e ka akoma në agjendë Ballkanin, por më përpara dërgon njerëzit e tij të afërt për të studiuar dhe pastaj për të vepruar. Njeri më të afërt se djali i tij Donald Trump Jr., presidenti i tanishëm amerikan, nuk ka, që do të thotë se askush nuk mund ta hedh poshtë se ai nuk e dëgjon ato. Kush mendon ndryshe, ose është naiv ose është një inatçor që ka vënë interesat e tij të ngushta të lidhur pas partisë para kombit për të kujtuar se sa afër është Trump ndaj djalit të tij. Vizita e këtij të fundit në Groenland të lë të kuptosh se familja Trump, pra babe bir janë një. Donald Trump Jr. mbërriti në Groenland disa javë pasi babai i tij tha se dëshironte që SBA të merrte kontrollin e territorit autonom danez. Pra që këtu ne shohim se djali i tij është shumë aktiv tek çështjet e çuditshme që presidenti Trump i theksoi gjatë fushatës elektorale dhe sot disa po i bën në realitet. Mjafton të hedhësh një sy Instagramit Donald Trump Jr. që të kuptosh se publikimet e tij prekin temat më të nxehta që kanë qëllime territoriale, si ajo me Kanadan, si shteti 52 i SBA-s, kanali i Panamas, ish-gjiri i Meksikës, tani i Amerikës. Pra të gjitha këto presidenti Trump i ka hedhur në diskutim që në disa është vënë në veprim, siç është emërtimi i gjirit të Amerikës. Kush thot se zëri Donald Trump Jr. nuk është zyrtare ka gabim. Madje ai është më zyrtar se antarët e kabinetit sepse ai është prapavija e babait të tij. Çfarë ka thënë presidenti Trump, djali i tij është vënë në veprim ose për ta studiuar ose për ta diskutuar me faktorët në mënyrë që babai i tij të ketë një panoramë të plotë mbi ato që kanë mendje për ta bërë. Prandaj edhe me politikën e marrëdhënieve me Kosovën nuk e dim se çfarë plani ka në mendjen e tij për t'i afruar në një tavolinë me serbët. Ajo që dim është se i biri i tij vizitoi presidentin serb Vučić dhe bëri deklaratat e tij të çuditshme anti-shqiptare. Nuk është e paqëllimshme vizita e tij e fundit në Serbi, të cilëve ju shet armiqve politikën e paraardhësve të babait të tij për interesa shumë të ngushta, pse jo, edhe si nipi slavëve, të cilët akoma mendojnë se janë më superior se kombet e tjerë. Nuk është çudi se të gjithë gazetarët ekstremistë që mbajnë linjën e Trump dolën me të njëjtat konkluzione, se SBA i ka rënë në hak Serbisë me bombardimet e saj, ndërkohë që realiteti është se Serbia i ka rënë hak popujve autokton të shqiptarëve në Kosovë me politikën e saj të shfarosjes masive gjenocidiale. Asnjë nga këta, si djali i Trump apo gazetarët fanatik, nuk foli për kasapin e Ballkanit, Milošević si shkaktari vetëm i luftrave në ish Jugosllavi, por që duan të harrojnë duke bërë serbët viktimë të bombardimeve amerikane për qëllimet e tyre të brendshme, për të shmangur problemet e tyre të brendshme. Prandaj është koha që ne duhet të zgjohemi se armiku po vepron dhe kur të nisë të bëjë realitet ëndrrën e tij anti-shqiptare, atëherë do të jetë vonë për kombin ton. Ndoshta atëherë do ta kuptojmë edhe në shqiptarët e Amerikës nëse vota për Trump ka shkuar në drejtimin e duhur.